Thonë speciale për mua të diskutoj tema së bashku me këtë dyshe. Faleminderit se jeni dërë. Shëndetje. Zotri Islami do doja të bëj pyetjen pa elaboruar në pika kryesore, fillimisht pse lidhet një sulm në Kosovë me zgjedhjet në Amerikë. Të paktën në deklarimet e njerit prej të arrestuarve, në këtë rast Jovan Vicentjević. Po, që pas përfundimit luftës në Kosovë në 99-ën, lobi sërb ka qenë aktiv dhe ende mbetet aktiv, në mënyrë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndikoj drejt për së drejti në politikat amerikane në raport me Kosovën. Dhe kësaj, fondet të cilat mblidhen në rrugë të ndryshme, legale dhe ilegale, për lobin sërb, në mesin e tyre pas ka qenë edhe Radojqiqi, i cili është deklaruar pra Jovan Vicentjević se në kohën para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndarë rreth $30 milion ose euro për fushatën e presidentit Trump përmes lobit sërb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, mendoj që politika sërbe është e lidhur drejt për së drejti dhe në të njëjtën linje është edhe politika e Radojqiqit, pra është një pioner i Aleksandr Vučićit dhe duke pas parasysh që pritshmëritë e presidentit sërb dhe vargësve të tij që me ardhen në pushtet të Donald Trumpit do të ketë ndryshime në retorikën dhe në praktikat amerikane në raport me shtetet e tjera me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pra, mirë po, kjo po vret që ka dështuar pra lobi sërbo-amerikan ka dështuar dhe kjo ka të bëj drejt për së drejti lidhje me Vučićin e pastaj edhe me Radojqiqin. Pra, ju mund të besoni se mund të ketë pasur një ide të tillë për të realizuar nga ana sërbe, sepse ne e dim për fuqinë financiare që kishte Milan Radojqić dhe normalisht për një qytetar të Kosovës mund të jetë besueshme se diçka e tillë. Po kur kihet parasysh që në veriun e Kosovës atje ka qenë oazë e krimit organizuar, në korrupsionit, e trafikimit me qenie njerëzore në prodhimin dhe përpunimin, si dhe mbjelljen e drogave, ku miliona kanë qarkulluar për grupe të caktuara kriminale që ato faktikisht e ka udhëhequr Radojqiqi. Po. Do doja të kaloj tek zotri Lezi. Zotri Lezi, po e lexoj një pjesë të shkurtër të asaj se çfarë flitet në deklarimin e Vicentjević e që ka të bëjë për lëvizjet dhe hyrjen në Kosovë. Pas përfundimit të trajnimit në 23 shtator 2022, ai ka udhëtuar me autobus nga baza Pasutnaske Livade drejt Rashkës, pastaj në Novi Pazar. Nga Novi Pazari bashkë me Milan Vlasković, Miloš Orlović dhe një person me pseudonimin Uqo Aleksandr Đorđević kanë hyrë ilegalisht në Kosovë. Kanë përdorur automjet në fakt Volvo përmes rrugëve ilegale nga fshati Bube duke hyrë në Zubin Potok. Më pas janë dalë në automjet e tjera, pra Volkswagen e parëndësishme, ku janë bashkuar me persona tjerë të cilët përfshihen edhe një nga ta Sujo, apo Strahinja Sorlović, e parëndësishme edhe kjo çështje. Nga kjo diskutim që po bëj këtu, ne vrim se kemi një angazhim, një organizim brenda dhe jashtë Kosovës për sjelljen e këtij grupi. Si do të mund, cila është ideja e lirisë së tyre të lëvizjes në këtë formë, pra pothuajse haptazi, rrugë ilegale, po zotri Islami, por megjithatë rruga është rrugë dhe ajo vret edhe nga institucionet. Si e shikoni vetë hyrjen e saj, për çfarë ju flet? Ku gabuam ne si shqiptar? Gaboj Kfori që nuk e përcjelli vijën e Kosovës dhe ata e shfrytzuan atë qasje të tyre, apo gabuan institucionet e Kosovës të cilat nuk arritën ta administronin kufirin, diçka e cila nuk është në administrimin e tyre realisht? Po, Kroni, duhet të rikthy edhe një herë në vëmendje deklaratat e mia në lidhje fillimisht me bazat të cilët kanë ngritur trajnimet, pavarësisht faktit që kishte përpjekje për të kundërshtuar informacionet e mia në lidhje me bazat. Ato tani konfirmohen edhe në këtë proces akuzues. Gjithashtu mundësia e kalimit ilegal brenda territorit të Kosovës duke përdorur rrugë
me të cilat kalojnë edhe automjetët, pashtu konfirmohet në adresimet e mia publike, si dhe angazhimin konkret që Serbia ka pasur në vazhdimsi për destabilizimin e vendit, janë të 3 prova të cilat vinë nga kjo procedurë akuzuese për të dyshuarit për kryen e veprës së terrorizmit, e që vërteton pretendimet e mia në kohë reale në lidhje me situatën e rëndë. Pa ajo pse përmenda këto adresime? Duhet përmend sepse akoma jemi në situatë kritike, akoma ka rrugë të cilat nuk kontrollohen mirëfilli nga KFOR-i apo policia, posaçërisht via gjelbër kufitare, ku së fundmi në një medium kosovar është publikuar një hulumtim se si veturat kalojnë brenda territorit Kosovës, vetura falso, vetura të vjedhura, ose në ana tjetër, çka do të thotë se rrugët ilegale akoma janë të mundshme, kalojnë vetura të cilat mund sjellin armatime të rrezikshme, mund sjellin kontrabandë dhe të tjera, derisa ka mundësi teknike që makinat të ndryshme kalojnë nga Kosova në Serbi dhe anas tjetras, do të thotë se nuk është kontrolli i mirëfillt i kufeve dhe ekziston rreziku i riorganizimit të grupeve terroriste për vepra terrorizmit në momente kur që kërkohet nga Beogradi apo Moskva zyrtare. Edhe njëherë duhet të rifleksoj se ky fakt na obligon padyshim një koordinim të fuqishëm me KFOR-in si përgjegjës sipas rezolutës 2044 për kufet e Republikës Kosovës, me policinë kufitare dhe vijën e gjelbër, si dhe inteligjencën e Kosovës përkatësisht Agjencinë e Kosovës për inteligjencën e cila mund të sjellë informacione në kohë asaj përkat vijave nga ku mund të përdoren për rrugën në mënyrë që policia të fokusohet në këto vende ku kalohet me makinë. Prandaj jemi të sfiduar në aspektin e sigurisë dhe ky proces gjyqësor po dëshmon që sfida sa përket jo sigurisë është akoma për Kosovën. Zotri Islami? Po. Desha të ndërlidhem pikërisht desha të ndërlidhem me kolegun tim ku mendoj se është shqetësuese ndalja e një reportazhi që është bërë nga Kallxo.com me Krenar Gashin ku ata kanë vendosur kamera të fshehta, të cilat e bojnë fotografimin, monitorimin e një periudhë të caktuar. Dhe e kam pa dhe kam kthyer me kujdes atë inqizim dhe për mua është shqetësues sepse në të njëjtën kohë kam ngritur shumë dyshime se si është e mundur që edhe pas rastit të Banjskën të gjinjet një armatim i tillë çfarë në vazhdimsi po gjenden armatime në për depot të magazinuara të ndryshme. Dhe ai armatim, domethënë, konsiderohet që nuk paska qenë vetëm në atë periudhë, por në vazhdimsi armatimi hyn në Kosovë. Unë mendoj që mundësitë për me hyrë armatim dhe për të kryer sulme terroriste janë ende evidente, pavarësisht punës dhe veprimeve të KFOR-it, të ULEX-it, të policisë Kosovës, policisë vise gjelbër kufitare dhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Prandaj ajo kronik sjell në pa dhe tregon se sa duhet të shtohet puna dhe profesionalizmi si dhe vëzhgimi tjetë në nivelin më të lartë për punën e policisë Kosovës, për KFOR-in dhe për gjitha ata të cilët janë... A mund ta konfirmojmë që në Kosovë është futur armatim edhe pas Banjskës? Unë mendoj që për mundësi po flasim, se nuk e dim. Unë po flasim në bazë të asaj çfarë kam pa në ato automjete, sepse të njëjtat automjete në periudhën e caktuar kanë shkuar në Serbi dhe për një periudhë caktuar kanë hyrë brenda territorit të Kosovës. Unë nuk them që ato kanë hyrë vetëm për çështje dhe mallra ushqimore, por të njëjtat automjete të cilat hyjnë dhe dolën ato mund të sillen armatim sepse dihet mirëfilli që afër kufirit të Kosovës dhe brenda territorit të Kosovës veprojnë inteligjenca ushtarake dhe bija serbe. Pastaj edhe pjesëtarë të brenda sigurisë kufirit të Kosovës. Afër, absolutisht. Prandaj unë besoj që nuk duhet të jetë shqetësuese, por duhet që të ngritet vigjilenca për të gjithë aktorët të cilët garantojnë sigurinë toksore brenda territorit të Kosovës. Pra, ajo duhet të ngrihet një lloj, s'po e them alarm, po shtohet vigjilenca sepse të hyjet ashtu me automjete edhe të dilet pak. Asnjë problem, pa u vretur, diçka nuk është në rregull. Zotëri Lezi, po vim dal nga dal tek një pjesë tjetër e deklarimit të Viçentjević. Sipas tij, në sulmin dhe luftimet, në fakt, sipas tij, është deklaruar se një sulm i ngjashëm është planifikuar edhe për tetor të vitit 2024,
por ky plan është pezulluar dhe arsyeja e pezullimit është pritja e përfundimit të zgjedhjeve në SBA me shpresën se Donald Trump do të fitonte. Donald Trump fitoi, por sulmi nuk ndodhi. Po, në fakt, se që tha profesori, ne jemi të vetëdijshëm që lobi serb në Amerikë. Mirë, humbëm zotëri Elezi, deri të kthejë zotëri Elezi, do të vazhdojmë me ju çfarë ka qenë realisht. Po, u kthye zotëri Elezi. Mirë, atëherë vazhdojmë. Po, zotëri Elezi, vazhdoj atë. Po, si ne jemi të vetëdijshëm që lobi serb kishte tentuar që të ushtroj partneritet me partinë politike në cilën Trump po garantoi këto zgjedhje, dhe është evidente që ka pasur aktivitete përfshi edhe këtë për të cilën është deklaruar i dyshuar i person terrorist Kosovë, ku përmend faktin që edhe radhëheqësh persona të tjerë për llogari të lobit serb kanë tentuar që të cilën vota për Trumpin me idenë që ai të mbështetës. Por pse s'ndodhi sulmi? Unë du të përmend një adresim të State Department Amerikan në lidhje me angazhimin që kanë pasur për të preashtuar apo për të pamundsuar ndonjë konflikt mes Kosovës. Ju e patë se presidenti SBA-ve deklaroi që SBA-ja me angazhimin e saj kishte arritur që të preashtoj, apo mund të themi të shpëtoj Kosovën nga një rast i rënd, mund të themi konflikti, dhe besoj që krejt këto që lidhen me administratën Trump, lidhen me angazhimin konkret që SBA-ja ka pasur për të pamundsuar sulme të tilla pas. Atëri bie, sepse kishim edhe disa deklarata interesante, që thanë mbase sikur me qit në rend Donald Trumpin, i cili tha se e parandalova një luftë në Kosovë. Sa kemi dalë serios, zotëri Elezi, me atë qasje ndaj deklarimeve të parit të Amerikës? Ne duhet kemi shumë kujdes në adresimit tona në lidhje me atë çfarë adreson SBA-ja dhe presidenti i tyre. Ne dimë se në SBA ka një protokoll strikt sa i përket çështjeve të komunikimit me publikun. Shërbimet amerikane në vazhdimsi kontrollojnë çdo deklaratë të presidentit dhe në asnjë mënyrë ne nuk duhet të lëshohemi në veprime të tilla për të quajtur të pasakt një pretendim të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe atë për dy arsye. E para se ne besojmë atë cilat SBA-ja deklaron, dhe e dyta se nuk mund ta cenojmë kredibilitetin e një presidenti i cili është Donald Trump dhe i cili ka një kapacitet për të korrigjuar çdo deklaratë të tij. Ekziston mundësia dhe presidenti Trump të ketë lapsuze, por SBA-ja se departamentin ku reale, domethënë çarën lapsuzet që mund të ndodhen tek çdo lider përfshi këtu dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por rasti i parandalimit një konflikti mes Kosovës dhe Serbisë nuk ishte një deklaratë koti, siç është pretenduar të cilësohet nga liderët pa montën, domethënë jo të mjaftueshëm të koncentruar në deklarimet e tyre apo për qenë interesant për publikun, dhe se SBA-ja këto deklarimi ka adresuar bazuar në raportet që vijnë në bazë ditore nga terreni i aktiviteteve të shërbimeve të amerikanë dhe partnerëve të saj në Kosovë dhe në rajon. Dhe si është e mundur zotëri Islami që SBA-ja ka informacionet më të mira për atë se çfarë ndodh në një pjesë që ne themi se e administrojmë? Edhe një herë, si ka mundësi që një vend si SBA-ja i ketë informacion më të sakta në raport me një pjesë të cilën ne administrojmë? Okej. E para çfarë duhet të theksojmë për opinionin e juar dhe për ata që po na ndjesin. Kosova aktualisht është në administrim të Aleancës Veriatlantike të NATO-s, pra ende është fuqi rezoluta 1244, ku KFOR është mandatar i cili garanton sovranitetin dhe integritetin territorial. Dhe mandati i tij mund veproj edhe brenda territorit të Kosovës, por dihet që është reaguesi i tretë, pra pas policisë Kosovës, EULEX-it e pastaj vije KFOR-i. Dhe duke ditur që edhe pse ne si Kosovë nuk jemi pjesë e Aleancës Veriatlantike, në NATO ne kemi Kosovë. Dhe këtu sigurisht që veprojnë shërbimet e inteligjencës së NATO-s, pastaj CIA amerikane, pra shërbimet më të fuqishme të botës. Dhe informacionet e tyre pra ata nuk na besojnë neve të na japin informacionet e tyre. Kështu po i bie. Unë me sa unë vaj mend në studien e juaj, ka qenë diskutabile deklarata e tashme kryeministit në detyrë, zotit Albin Kurti. Këtu kemi diskutuar, ka qenë edhe kolegu e Bedriu, ku ai thotë se është duke u përgatitur dhe një sulm ose janë të gatshëm që trupat serbe të ndërhyjnë Kosovë.
Dhe pas një periudhë të caktuar, veç po duhet me ndërlidh. Po, kronologjikisht. Kronologjikisht. Pas 3-4 muajve del presidenti Trump thotë se ne e ndaluam një sulm të ushtrisë serbe në Kosovë. Po, dhe të kujtot pastaj çfarë deklaruan kryeministri dhe presidenti. Po, dhe këtë desha ta ndërlidhi dhe unë besoj se kryeministri në detyrë në atë kohë pa thonë se sipas shërbimeve të sigurisë. Pra Agjencia Kosovare e Inteligjencës unë besoj në cilësinë analitike dhe të burime të hapura që ka marrëdhënie të shkëlqyeshme me vendet mike të agjencive të cilat bashkëpunojnë me to. Dhe unë besoj që shkëmbimi i informacioneve mes agjencive ka bërë që përmes Agjencisë Kosovare të Inteligjencës ta marrë raportin ose informacionin dhe të adresohet pra institucioneve më të larta të shtetit. Unë besoj që dhe duke u nisur nga ajo se çfarë ka thonë ish ose themi kryeministrin detyrë dhe në vazhdimsi dhe presidenti i Kosovës e konfirmoi deklaratën e Trump. Dhe kur kiet parasysh se kush e ka thonë atë deklaratë, pra presidenti Trump, ai mund ta bëjë një lapsus një herë. Mirëpo ka këshilltarët e tij, ka State Departamentin, pra dashin të gjithë ka ata që mund ta përmirësojnë dhe në vazhdimsi eri thekson, më duket se mund të më korrigjoj kolegu Bedriu, se ishte hera e 8 ku në forumet ndërkombëtare deklarohet se ne në mesin atyre vendeve që kemi ndalur një konflikt të mundshëm e të rrezikshëm është edhe Kosova. Dhe ne kuptojmë para disa muaj pasi që gjërat të kenë ndodhur, zotëri Lezi, realisht kjo është e vërteta. Çka nëse një sulm i tillë do të ndodhte? Në fakt do të ishte një situatë shumë e rëndë. Për faktin se ne kemi parë, mund të themi, një përpjekje, një tendencë Serbisë për të destabilizuar vendin. Në momentin kur destabilizohet vendi, ekziston mundësia që situata dalë jashtë kontrollit e posaçërisht kur morëm parasysh faktin edhe mënyra se si është organizuar me çështja e reaguzëve të sigurisë. Profesori shpjegoi se si është reaguar si parë policia e Kosovës, pastaj Euleksit dhe KFOR-i, çka do të thotë se nuk kemi mjaftueshëm rregullime ligjore se si do të funksionalizohej eventualisht angazhimi i sigurisë në rast të një dalje të shtetit të sigurisë jashtë kontrollit, duke u bazuar në faktin që Kosova mund të kalonte në një situatë, domethënë, ku do të kërkoj eventualisht që kemi situatë emergjente, apo edhe ndoshta situatë më të rëndë ku potencialisht nuk është e rregulluar se kush do të marrë kontrollin mbi sigurinë e blikut të Kosovës, por nga rastet e kaluara, atëherë ekziston mundësia që këtë kontroll ta marrë KFOR-i dhe të kalojmë në një situatë e cila mund të themi se do të ishte mjaft komplikuese. Në këtë Serbia e din mirë që në Kosovë fillimisht duhet të rregullohet çështja e reaguzëve në rast të situatave të jashtëzakonshme dhe se si dhe kush mund të marrë drejtimin e shtetit të sigurisë. Ju kujtohet ku ishte një momentum ku konsideroi se presidenti i tha që po tenton që ta nxjerrë Kosovën me një situatë të jashtëzakonshme, kishte një takim Këshillit të Sigurisë së Blikut të Kosovës. Dhe në atë kujtohet që ka pas adresime të ndryshme në lidhje me atë se çfarë pako duhet përdorin për të vepruar në aspektin e sigurisë. Prandaj mund të them që në rast të tillë do të shkaktonte probleme shumë serioze, duke u nis nga fakti se kush do të monitoroj atë komunat me shumicë serbe, kush do të marrë në mbrojtje komunitetin serb dhe shumë çështje që lidhen me disa pretendime të Serbisë për mund të themi statuse të veçanta. Po kush do të merrte komunitetin sërb, sepse zotëri Lezi, ne flasim gjithmonë, kur flasim për dy shtetet. Unë nuk e besoj se ne kemi problem sërbët të cilët jetojnë në vendin e Kosovës. Unë e besoj se ne probleme kemi tendencën që ti shëndrojnë në një marionet të politikave të saj Beogradi. Dhe ne këtu nuk po flasim për një sulm të popullit të Kosovës që janë edhe sërbët, po flasim për një sulm të Serbisë në drejtim të Kosovës. Andaj në këtë pikë nuk e shikoj si problem sërbët të cilët janë pjesë e popullit Kosovës. Jo, Kroni, të lutem, vetëm nishan. Patjetër. Isha duke dashur të vi. Ju kujtohet se ka pas adresimet publike të Beogradit zyrtar se ato do të vinë për t'i mbrojtur serbët e Kosovës. Po. Dhe në emër të kësaj ishte rreziku që Beogradi të thirret se do të ofrojë kapacitetet e saj ushtarake apo policore për t'i marrë në mbrojtje serbët cilët janë të rrezikuar nga pala tjetër.
Këto ishte ajo cilën unë po mendoj ta adresoj në lidhje me çështjen e reagimeve apo me çështjen e kompetencave për reagime në organizata të jashtëzakonshme. Po, e qartë. Zotëri Islami, po vim drejt fundit? Po, desha të ndërlidhem me kolegun Bedriun rreth këtyre çështjeve, po edhe aso se çfarë ka thonë Jovan Vicentjević, ku me 24 tetor 2024 ishte planifikuar një sulm terrorist në territorin e Kosovës. Në vazhdimsi dhe por e theksoj se kemi qenë në këtë studio me kolegun Bedriun, dhe unë kam deklaruar në atë kohë se që nga Banjska, unë nuk pres që të ketë ndonjë sulm në territorit të Kosovës. Jo pse nuk ka planifikime, se unë besoj që hartat ushtarake, geopolitike të Serbisë janë mbi tavolinë që në një moment volitshëm që do ta sulmonin Kosovën, po të kishin mundësi dhe po të guxonin. Por kur kihet parasysh që mrena territorit të Kosovës, pra, janë të stacionuara forcat e KFOR-it që janë derivate e Aleancës Veriatlantike dhe çdo tendencë në mënyrë klasike e një ushtrie që të hyjë brenda teritorit të Kosovës, unë konsideroj që është sulm ndaj Aleancës Veriatlantike. Dhe unë nuk besoj, dhe nuk duhet besoj që Vučić të ndërmarrë një aventurë të tillë. Dhe nuk do të harruar që tashmë kemi një situatë ke ndryshe. Ne në 98-99 kemi pasur ushtrinë çlirimtare të Kosovës që me një armatim solid i ka dalë përpara dhe ka luftuar Serbinë. Në mesin e tyre kemi edhe Bedriun, që ka qenë pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E lere më tash, ku kemi një numër rreth 9.000 polic, të cilët janë të gatshëm. Pastaj është Forca e Sigurisë të Kosovës, e cila dita ditës po vjen trupa në zgabim. Po i cila po vjen dita ditës që po forcohet, dhe unë besoj që çdo tendencë e Serbisë që në kuptimi klasik të ndërhyjë ushtarakisht nuk do të jetë sikurse 98 dhe 99. Prandaj unë nuk besoj dhe nuk pres që Serbia as lehtë të ndërmarrë një veprim në raport me Kosovën. E qartë, por Serbia ka disa grupe të personave të cilat luftojnë në Rusi për momentin, zotëri Lezi. Duke marrë parasysh këtë fakt, ne e dim që impakti i politikave ruse në këto grupacione është më i madh se impakti i politikave serbe. Apo plotësohen kështu kushtet që një grup i tillë, pra i veteranëve të luftës Ukrainës, veteranëve të luftave të Ballkanit, të krijojë një precedent të tillë në Republika Srpska ose në Kosovë dhe pastaj gjithë faji t'i adresohet Rusisë si vendi i fundit kushtimisht për të cilin ata kanë luftuar dhe të cilit ata i binden. Kroni, në fakt, më pajtohem saktësisht me profesorin që situata e kapaciteteve ushtarake dhe policore është komplet ndryshe. Pjesëtarët e Forcës Sigurisë të Kosovës janë të përgatitur dhe nuk krahasohen me kapacitetet tona që kishim me ushtrisë, sepse janë jashtëzakonisht profesional. Neve përpos vullnetit që kishim, nuk kishim ndonjë profesionalizëm të theksuar. Por tek pyetja juaj konkrete, dhe jeni të sigurt se neve bashkë, ju kujtohet, kemi ngritur shqetësimet në lidhje me këtë kategori personave të angazhuar në luftën e Ukrainës, se që potencialisht mund të jenë të rrezikshëm për Kosovën dhe rajonin. Ne e dim që në përballje çfarë ndoshta mund të aludohet, nuk mund të vinë në Kosovë, por eskalim statut të sigurisë mund të kemi, qoftë edhe nëse vetëm një plomb do të shkrepej në një zonë të caktuar, sepse struktura për çështjet e menaxhimit të sigurisë në Ballkan është e tillë që do të ndërmerren masa dhe do të krijohen korridora apo perimetra të caktuar ku neve si Kosovë dhe shqiptar në asnjë mënyrë nuk na përgjigjen perimetra të cilët eventualisht do të krijohen nga forcat ndërkombëtare të sigurisë, posaçërisht është me katër komunat me shumicë serbe. Ajo që neve kemi shqetësime është nëse këta serb, këto grupe kriminale e terroriste që janë duke luftuar për krah ushtrisë apo forcave speciale ruse në Ukrainë mund të jenë problem serioz për sigurinë në Ballkan, duke ardhur aty dhe për të sjellur situata të rënda sigurisë, me çka do të krijojnë komplet një angazhim ndryshe të aspektit sigurisë. Siç thash, korridoret janë shumë të rëndësishme. Nëse do të vendoset një forcë e caktuar që të ofrojë siguri pas një situate faktike në shumicën me komunitet serb në Bosnjë, përkatësisht në Republikën Srpska dhe më pas e njëjta ndodhen në katër komunat me shumicë serbe, atëherë besoni që kemi komplet një hartë ndryshe të strukturimit të sigurisë në përgjithësi në Ballkan.
E qartë, shumë faleminderit që ishe me ne, zotëri Elizi, besoj që këtë diskutim do ta kemi rastin ta diskutojmë edhe në studio, sepse është jashtëzakonisht aktuale ajo për cilën diskutuam rishtazi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, një koment për mbyllësh zotëri Islami. Po, vetëm duhet ta plotësoj kolegun Bedriun rreth këtyre grupeve të cilat janë duke luftuar në Ukrainë dhe në vendet e tjera, ku këto grupe kanë qenë edhe në si pjesë e Wagnerit, dhe unë besoj që në momenti kur të kthehen këto grupe militare e paramilitare, unë mendoj se problem do të jenë për vetë shtetet ku ato do të stacionohen, pra për në Serbi dhe për në Republika Srpska. Ndërsa sa i përket në Kosovë, unë nuk mendoj që kemë problem, sepse ne e menaxhojmë kufirin tonë. Urojmë të jetë ajo që thonë një profesor, faleminderit shumë që ishte në Kosovë today sot. Tek kënaqësi. Me që është koha të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi, flasim për një ngjarje e cila tronditi Kosovën, një argentinase u hodh vet apo e hodhën nga një dritare e një hoteli. Këtë çështje po vazhdojnë ta diskutojnë, studiojnë profesionistët, por cilat janë faktet e fundit, këto i diskutojmë së bashku me kolegën tim Blerta Ahmeti pas marketingut.